Atëherë do të ishte Braçe apo Manastirliu? Këdo votonit ju për Tiranën? Unë nuk votoj asnjëherë, se ne votojmë krahun tjetër, por bëhet qefi që një po e quaj një socialist i vjetër që për herë ka debatu, ka vendosur të ngarë. Edhe kjo është një e mirë për demokracinë, për njësi, por edhe për opozitën, që shikojmë se mundet që brenda Partisë Socialiste të ketë për herë të parë pas kaq vite të lloj konkurrencë dhe pas prapë. Edhe kjo është shëndetshme për demokracinë, për njësi, për Partisë Socialiste, po për të gjitha ambjente sigurisë dhe për opozitën. Sepse është përplasur për herë me një mur që ka qenë monolit. Por kjo ka nevojë si nga një krah dhe nga krahu tjetër, që të ketë më shumë se një kandidat. Mos jetë kandidati për Bashkinë e Tiranës, të thush pronë kryetarëve të partive, të thush të japim shanse edhe qytetarëve të kenë mundësi të përgjigjen me gjithnjëherë. Jo atë që i afrojnë supi që i kanë afruar 30 vjet, por të njëjtën njerëz. Kështu gjë pozitive. Por kjo ka nevojë që kur bëhet ligji për zgjedhjet lokale, ketë mundësi të jepet të shansi siç ishte një herë një kohë me një raund të dytë. Siç ndodhet edhe në Kosovë, ju e patë që në Kosovë fitoi kandidati i partisë opozitare, partive opozitare. Pse atje? Sepse pasi mbaron zgjedhjet e raundit parë, u puqën ato vota që ishin krahut opozitar dhe u përqendruan në një person. Por të heqët shansë, dash Partisë Socialiste, dash Majtës, dash të djathtë, që të ketë mundësi të vejnë kandidat, të tjerë të ndryshme që të testohen, të shikojnë kush e përfaqëson realisht qytetin, këtë komunitet madh siç është Tirana, është një gjë e mirë. Ata ka nevojë për këtë ligj. Se ndryshe pastaj fillon e përçarën situatën, fillon të akusojnë njëri tjetrin për tradhtar brenda të njëjtit kamp, domethënë marrritë pjesë demokracisë që ka ndodhur gjatë këtyre. Me një ligj si ky që the mund që mbaron dytë, që nuk i prish asnjë punë Shqipërisë, pse? Shqipëria ka gjithsej 60 komuna e bashkisë. E zemë që të bënë 80, 90, uroj që të jam përjetur një përshëtë. Zgjedhjet e dyta do dalin 1/3, kjo është historiku jo. 1/3 vetëm për kandidat nuk nuk ka asnjë lloj shpenzimi, por ama demokracisë, qytetarëve ja pran një shansë. Të kenë mundësi të zgjedhin jo më 8 kandidatë që ka thuaj Tirana apo Berisha, po të zgjedhin edhe njerëz të tjerë, të cilët kanë mundësi, dignitetin, patjetër i dalin përballë elektoratit Tiranës. Kjo është ideja ime. Në këtë lloj teze, sigurisht do dalja e pranë shkon në favor kësaj teze. Kemi nevojë të shumë kandidat. Kjo është gjykimi. Zoti Shehi, aleati juaj Duka tha që do ta votonte me qejf Braçën, por a do të ngeli hatri Berishës sipas gjykimit tuaj? Nuk e di ose që do të votojnë ato janë një grup që janë brenda grupit Berishës. Ne jemi jashtë. Fatkeqësisht apo fatmirësisht, jemi jashtë, rritë se kemi këto ide të ndryshme. Atje dhe pastaj gjithse kush voton atë, sigurisht që edhe unë do votoja pranë, krahasim me ato kandidatë të tjerë. Mjaft për gjestin që po kthejnë dorën, si thosh, kundër kryetarit, kundër shefit partisë, kundër autokracisë që është ngritur brenda partisë shqiptare dhe kjo është shenjë pozitive. Prandaj edhe nga kjo pikpamje morale, sigurisht që besoj që që ka marrë kurajën në kundërshtim me partinë, me kryetarin e vet, që dalin për to. Asaj drejtin që kanë qytetarët, zgjedhin ata që gjykoj që edhe ai Duka e ka thënë pikërisht në këtë lloj sensi. Zoti Shehi, Partia Socialiste ka filluar pa kënaqësi që ndërherët e vetme që ato dalin në skenë janë edhe deklaratat e fundit të Spiro Palit. A ka krijuar xhelozi mbrojtja që Rama i bëri Ballukut sa për të shkaktuar këto termete, po i quaj kështu? Tash unë nuk
jam prej tyre që komentoje merren asa që thejnë brenda partive, me këtë parate. Nuk e që unë gjykoj politikisht gjykoj që kushdo që del kundër Edi Rama, që ka 13 vjetë atje pushtet, dhe ka 20 vjetë kryetari Partisë Socialiste, në një ambient i cili s'ka reaguar asnjëherë për gjitha këto që ka ndodhur në Shqipëri, unë e quaj pozitive, e quaj zgjerim të demokracisë brenda partive, e quaj fillimin e një dialektikë të procesit politik që i ka përkuar. Partia Socialiste gjithë faqe, me të drejtë, edhe quaj shenjë pozitive, pastaj që në këtë për atë këto janë historiera që as më interesojnë, nuk e vlen t'i komentosh, por ta thash çdo që kthen dorë shefit partisë vetë, unë shkoj ta mbështes. Sepse autokracia, vendimarrja personale, politika shqiptare, por ka një tukë, ka një hapur, sa që e ka dëmtu gjithë ambientin politikë. Prandaj çdo tentativë për ta thyrë këtu është me sukses, është pa sukses, e bëjnë njerëz që janë të zotë, e bëjnë që janë pa zotë, e bëjnë njerëz që deri dje i kanë shërbyer kryetarët. Atje kjo ka pak rëndësi, ky lloj komendi i natyrës karakteriale, morale, politikisht, që i flet njerëzit, demokracisë, emancipimit politik, Shqipërisë, çdo zë që flet ndryshe. Ka një sens kritik për këto që po ndodhin në Shqipëri. Ose pastaj bie që Shqipëri po shkon mirë, ka nevojë për zëra ndryshe. Na mjafton të dy zëra që kemi. Kjo është filozofia që do dhejtë mund të mendoj edhe arsyetoj mbi këto temë. Zoti Qej, çfarë po ndodh me bashkimin e opozitës? Deri tash po ndodh një gjë e madhe, sepse opozita nuk është për çak Berisës është e bashkuar, s'ka që bashkon. Jemi ne disa elementë, sa grupe të vogla që jemi jashtë. Janë dy grupet e partive të reja që patën një parë suksesi, me thënë drejt, gjatë zgjedhjeve të fundit, por që s'kem gjendje të kombinohemi, të orientohemi, të bënim një pol tjetër opozitar. Atje, kështu që ato që janë për çfarë bashkumit, por kjo nuk përbën mandë i tjetër, s'ka një vlerë të madhe. Tu duhet një projekcion politik, një trajektore re politike për të mos veteran, jo për të mos njëri tjetër. Prandaj nga kjo pikpamje deri sot nuk shikoj kazër, ose që ai bullapa e rezistoi tërko atje fshet, ai shehaj ka ndërtu një linjë të vetë, një trajektore të vetë. Shikojmë që atje që ka ky djalëri që ka dalë brenda PD-s, që tenton bëjë takime, krijoj një rrymë të re, një pol të ri, dhe gjitha këto unë i konsideroj pozitiv. Edhe besoj deri në zgjedhjet lokale, administrative, do kemi edhe një vizje të reja dhe njerëz të ri. I kërkon koha, nuk mund ta mbash më kohën me Zot. Kështu që do të ndodhë këto fenomene që do ndodhin. Prandaj uroj që të kenë zgjuarsi, që ato që merren me kodin zgjedhor, ta kuptojnë që do jetë fatale për opozitën nëse do pretendojë dalin me një kandidat të vetë. Duhet të vazhdoj të ngulin këmbë që votimi të jetë me 2 raund. Që në raundin e dytë kenë mundësi të mbledhin të gjithë ato që janë degësimet opozitare. Rrymat, torrentët, quaj si duhet. Individë për parti të përqendrohet po në raundin e dytë. Qofse duhet të imponojnë me zor një kandidat që është i grupit më të madh, jeni sikur. Po i bëjnë një farë mënyre, kuptoti ajo, gati atë mbarimit forcave opozitare. Këto janë kështu e mendoj, unë dhe besoj që kështu të ndodhin. Nuk s'ka rrugë tjera politikë, ndodhin brekullita. Por 6 muaj për i vit. Përgatitjen që më parë. Dhe përgatitja fillon nga ligji zgjedhor, nga një kod i cili zgjeron demokracinë dhe jep fuqi forcave opozitare, edhe në këtë situatë janë sot, me shumë korrente, me repesh, në zgjedhje të hyjnë të përfaqësohen gjithë në raund parë, në raund dytë, pastaj sigurisht
edhe sipas ligjit që është, do dominoj ai që është kandidati më i fuqishëm dhe unë jam sigurt që me këtë lloj formule opozita mund të marrë këtë radhë një pjesë madhe të bashkisë mos them shumicë në Shqipëri. Edhe të përgatisi, si thosh, terrenin optimizmi për një fitore politike. Kjo është ideja që shtyhu, që propagandoj, mundohem që japus në mendje edhe të tjerë. Dhe unë besoj që është shumë e thjeshtë për të mos e kuptuar. Atë bëjmë sigur se kuptojnë ato që për hir të interesave të vete, shikojnë më shumë se si të kontrollojnë në bordin opozitar, sa të kundërshtarin që është. Do shkohet sërish në zgjedhjet për Tiranën me Florian Binaj, ju duket ju do të ishte një kandidaturë e përshtatshme? Nuk e di, kandidatura i grupit të Berishës mund të vejnë prapë, por unë jam sigurt që ose ligja hapet nga opozita të dalin dhe kandidat tjerë, që mund jenë dhe më të leshë. Nuk kam masë unë për ati djali dhe i mund jenë i ri me perspektiv, me ide të reja, jenë nga bota e artit e kulturës, sigurisht që nështë s'ka një eksperiencë politike, pa mund të lejnë. Por kjo nuk do të thotë që votoni Florian Binaj, le të vdesi opozita. Sa i them që duhet një ligj që t'i japi shans gjithë palë. Vejnë kandidatin e vetë. Pastaj në raundin e dytë, qoftë se Floriani ka marrë vota në grupin e tjerë, sigurisht me qef madh do t'i shkojnë brava me Floriani. Po jo kështu a priori që cakton dikush dhe atje ky është më i mirë, se nuk funksionon kështu politika. Se të mund kundërshtari me këtë. Prandaj këtu jemi gjithsesi, kemi një fakt se do dhe një vit kjo punë, por ky vit do push, me dëshirë për të mund kundërshtari, me anën praktike për të bërë një ligj që i flen demokracisë, por sidomos opozitë. Kjo nga kjo nisëm edhe shikoj pozitive, do shteroj kjo inercia e të majtë, që votojnë si mbyllë qorët, që më shumë votojnë për i natë palës tjetër, që votojnë për realiteti konkret. Se po dishe për realitet, me këtë korrupcion që është, me këtë parfrigje është, me këtë shpërndarje të pasurisë kombëtare, që ka rënë dorë 20 vetë, 30 vetë, që ka rebelu një pjesë e shqiptarë, fatkeqësisht s'ka. Do të ishte Partia Socialiste ndjes. Partia Socialiste është jo zyrtarisht në fushat, ndërsa Partia Demokratike është ende me protesta. Pse po humbin kohë dhe me interes të kujt? Unë nuk gjykoj që do fillu fushata një vit përpara, sepse ashtu i bine kemi fushatë çdo 2 vjet. Gjysma e kohës politike të pushet me fushatë, me propagandë. Unë doroj të thash, Partia Demokratike ka për detyra të kenë komision të shtyr në këtë drejtim që po them unë në një ligj tjetër që jep shanse. Mos e shpërdorijnë këtë pushtet që kanë siç e shpërdoruan këtë zgjedhje politike të një viti më parë. Për t'i dhënë shanset një grup që jetë sigur në parlament, rënum gjithë tezën opozitare. Prandaj po them, për sa i përket pasaj Partisë Socialiste le të bëjë çfarë ketë që unë gjykoj që i ka mbaru karburant. Se kjo punë e karburantët që për teza e që ka mbaru e ka konsumu e dira ma vetë ma me të prëtë veta atje dhe kjo realiteti Shqipërisë pas 13 vjetë nuk ka më justifikim se jeri i kohë tu është e ka fajnë ato tjere dhe ka peritë. A i ka halë fajt e vetër, i ka për opozitës, po jo për këto që qeverisë tu në i farë mënyre këto paguajnë çmimin e zullumeve të vetë, nuk ja pak. Nga i generatorë dhe nga gjithë muhabetet e fundit nga akshi, nga fondet e punësisë, nga këtë lloj prapambeti që kemi edhe në rrafshin ndërkombëtar, se këtu zoti Rama i igjet, ku ky është diplomati i botës, se po e mërshim.
përdore po e fut në Europë, kjo është një propagandë poshtë. Shqipëria nën Ramën ka 13 vjetë që të bën një hap përpara drejt integrimit. Që jemi mbrapa në këtë punë dhe na ka lënë pikërisht që shkalla lartë korrupsion dhe kriminalizimi i shoqërisë shqiptare. Bota ka filluar ta bëjë të punë duke që i shikoni gazetat, televizion, goje, krimi, veçan, droga. Një vend ka që vogël nuk mund të prodhoj kaq shumë lajme të thjeshta. Zoti Shehi, Rama dhe Berisha po bashkëpunojnë bashk dhe nëse po, cili është kompromisi që mund të kenë bërë? Punojnë se bëjnë një marrëveshje me Shqipërinë, por sigurisht herën e fundit kanë bërë një ligj elektoral që i lehtësisë që Rama të mbajë pushtetin, ky tjetër të mbajë opozitë. Kjo është e para. E fundit, s'është e para, por kjo që ndodhi para një vit. Sigurisht dhe marrëveshja 2008 i ndryshon kushtetutën, që e dhunon demokracinë shqiptare, atë faktikisht, që s'kishte me gjë të madhe. Atë kushtetutë, votë, po e shkërmoqën fare në interes të pushtetit vetë. Ato ishte kryeministri Berisha dhe vazhdoi deri në apet. E mori këtë tjetër, nuk e çon më. Kjo që kemi ne sot, kjo marrëveshje 2008, është marrëveshja më e keqe, më e pisë që tonë demokracisë në Shqipëri dhe i ka dhënë të gjithë pasojat e tij. Ka kalcifikuar keq, ka vertikalizuar pushtetin, dy vetëm që ka Shqipëri. Ka rrezuar dhe politikë, sot nuk diskutohet më për politikë. Sot kemi dy njerëz që akuzojnë njëri tjetrin. Ky thot për ministrat, ai thot kur ishte ti e bëni këto, e gjithë debatin ndërtohet mbi këtë punë. Edhe për këtë punë me këtë lloj debati, se këto kanë dhe burim, se kanë mediat. Atje nuk lejnë më hapësirë që dalin njerëz të ri, dalin forca të reja, dalin një ide të reja. Dhe prandaj Shqipëria është. Kjo është marrëveshje. Nuk them se ka një marrëveshje me shkrim. Se s'ka nevojë për këtë politikë. Unë bëj diçka që t'i intereson. Ky ti bën diçka që më intereson mua. Gjithse kush të mbajt favorin e vet, kuptohet pas vetes. Kjo është e gjitha dhe unë them që ky lloj, kjo dikotomi do prish. Që Shqipëria të ketë hapësirë të marrë frymë politikë, ketë njerit, ketë dialektik, dalin zëra të tjerë, dalin lidet ndryshme. Shirohemi nga kjo lloj situatë. Prandaj them që fillohet nga ligji zgjedhor, që këto kemi ma. Sigurisht që do të bëhet debat për kushtetutë, nuk vazhdohet. Sigurisht që uroj që të bëhet dhe një reformë e mirë, administrative, një rishpërndarje mbi pushteteve mbi territor, që pas kartës së autonomive lokale në Europë, i afrohemi Europës, faktën formalisht i legislacion. Realiteti konkret do të dojë vitës. To janë disa nga temat që unë LSG-ja, kjo që kemi pas shpitë, kemi përshtet për herë, kemi vite këtë, fatkeqësisht nuk na kanë dëgjuar, ne do vazhdojmë për këtë detyrën që i ripërsërisë. Ndryshimet në kushtetutë dhe lobimin që pretendon Partia Demokratike për koalicionet zgjedhore, sa të mundura dhe sa të shëndetshme janë? Që janë shëndetshme herë janë plotësisht këtë, nuk e diskutojnë, pa janë të mundura. Por lufta do bërë, kjo është demokracia. Ato fatmirësisht, po doja i ka gjithë njerëz, na për komisione për reforma administrative, por reformën zgjedhore i ka njerëz. Po të mbroj tezat që duan, tezat e vërteta, demokracisë e njërisë, jo interesi i korrupsionit. Sigurisht që jam sigurt që do të jetë një rezultat pozitiv. Zoti Shehi, pse Begaj nuk e mbledh Këshillin e Sigurisë? Apo flen gjumë institucionet duke mos e konsideruar alarmin e SBA-s për sulm nga Irani? Shikosh, kjo është një histori tjetër, po unë them edhe po ta mbledhë Këshillin e Sigurisë, do të bëjë një variant të madh. Njerëzit po ato janë qeveria është po ajo dhe ne dim sa pushtet ka petë. Ka dhe pushtet, formalisht që nga 2008 presidentët janë njerëz formal.
pavarësisht se Beka I ka pas shansin mundësi që disa herë, po t'i vende dorë kryeministrit me tregu që është I falë. Fatkeqësisht ka tregu që është I falë. Por gjithsesi e ka për detyrë institucionale ta mbledhë. Çfarë do bëjë Këshilli I Sigurisë, nuk është se shton tanket apo avion. Por tregon që ne këtë tezën e rrezikut që shfaqet në tokën ndërkombëtare, geopolitikës së re, atje e marrim seriozisht. Bëjmë atë që mund të bëjmë ne në dimensionin tonë të vogël. Por gjithsesi duhet ta bëjmë, nuk mund të mbyllim syt, sikur po ndodh gjë, po jashtë nesh. Prandaj unë të uroj që ta mbledhim dhe dalim në një deklaratë serioze. Siç bëhet zakonisht në një shtet normal, edhe siç bëhet në kohë të vështira, siç ka bërë edhe fqinjët tonë. Vende shumë më të mëdha më të sigurt se sa ne. Zoti Shehi, që të kalojmë tek një pjesë tjetër të diskutojmë pak për sa I përket pjesës së pensionistëve. Çfarë do na thoni për pensionistët që u duhet të zgjedhin mes ilaçeve dhe ushqimit me pensionin që ata marrin? Si çfarë do të thoni, unë nuk them se kam një zgjedhje. Unë kam afruar zgjedhjen time para zgjedhjes. Unë isha për një skemë të pensioni masiv të pensioneve të I shkonte 200-300 milion euro, sigurisht e kostë shumë e lartë. Po që do të vinte duke ullur me vitet në radhë, se fatkeqësisht një pjesë pensionistëve I merr Perëndia, kjo është. Por fakt qeveria zgjedhë një skemë tjetër. Që t'japi një formë subvencioni këtë vit vogël, pastaj pretendon që do të arrijë. Atëherë tjetë një hipotezë. Deri më sot nuk jam vërtetuar ndonjëherë. E para punës. Se dyta kjo nuk e sjell. Se kjo është një formë shpërblimi pothuajse një lëmon që I jepet pensionistëve, që nuk zgjedh asgjë, gjë, sidomos në realitetin e ri, me të cilën çmimet kanë fluturuar, sepse dhe skema që është propozuar nga qeveria për naftën është përposhtë e gabum. Do të shehë një inflacion edhe inflacioni do të jetë grupet më të parë. Më vulnerabël. Dhe grupi më I vulnerabël në tjetër është grupi pensionistëve. Sepse nuk ka shans të marrin gjë tjetër për pensionin minimal. Ka dhe të papull, po mund të hyjë punë, ka dhe 3 që mund të bëjë 2 punë, që ta përballojnë. Ndërsa këto se kanë marrë këtë shansë. Ja ka marrë koha. Prandaj tash propozova skemë që u propozova para zgjidhjeve, fatkeqësisht nuk është se na dëgjohen, një para punë. Se dyta, edhe tash ne I propozojmë për sa I përket çështjes karburantës, të energjisë një radhë, se mbi këto 2 elementë, karburanti për automjetët, makinerinë dhe edhe karburanti që të prodhojë energjinë, që fatkeqësisht ne energjia nuk na influencon shumë, se shumica është ujë. Energia Shqipëri dhe kjo është I patimarrë. Por gjithsesi afekton një pjesë të energjisë në Shqipëri. Qeveria shqiptare, sa lodhet me këto, jo do të subvencionojmë këtë grup, këto janë gjithë prava kohë. Legji nuk përllogaritem dot. Legji nuk e ndjekin dot skemën inflative. Çfarë duhet bëjë? Duhet marrë përgjegjësi për atë diferencë që ka ardhur nga rritja e çmimit ndërkombëtar ta plotësojë qeveria. Sa I kushton brenda vitit? 100 milion, 140 milion, 150 milion, do ta shikoj. Uroj që çmimet ndërkombëtare mos rriten, tregjet ndërkombëtare ka shumë. Por nëse duhet I thotë firmave të karburantit, sa keni fituar vjen 8 milion, ja ku I keni 8 milion, do I fitoni. Po çmimin do ta leni aq, sa ishte përpara. Se nëse do vazhdojmë të ndjekim çmimet, po gjithkusht nga brapa. Farë, çmimi reflektohet ke domate, ke specie, reflektohet në mënyrë motive çmime, reflektohet ke matrafaz, ke gënjeshtar, dhe gjitha këto I paguajnë qytetarët. Këtë duhet bënte qeveria. Duhet I thotë çmimet do të rrinë kaq, që dhe ato që duhet të ngrejnë çmimet e nën produkt. Atje, mos kenë më justifikim moral. Karburanti 180 do marrë qeveria. Kush do paguajë kostot? Çmia ndërkombëtare do apo qeveri. Nuk rrim shpërndajemi pastaj, halk pas halk,
subvencionojmë ky princip. Kompanitë e karburant. Do humbi shteti shqiptar ja 100 milion. Do e humbi. Po kjo është mënyra për ta bllokuar inflacionin, për të mbrojtur biznesin. Se janë me mira biznese që janë në ekuilibër dalin 0,0 fitim minimal. Momentin që kanë marrë, do i mbërë. Edhe kjo shumica e biznesëve për kjo bizneset vogla. Çfarë bën kjo? Kjo rënon gjithë atë stopin social të Shqipërisë. Edhe atë ekonomi, gjithë të lajën ekonomik. Dhe përfundon e kjo ekonomi. Prapë në durë të atyre që kanë më shumë. Çfarë do bëj kjo krizë? Do nxjerrë jashtë lojë ato që janë të bëjë. Dhe do forcojë ato që janë më të mëdha. Kështu që unë mendoj që kjo është formula për ta bërë. Një qeveri serioze i thotë atyre zotërinëve të karburantit, ju të ta shisni aq sa i keni shisni. Jo po ne humbim. Humbin e ju ta subvencionojnë. Dhe mbyllet kjo histori. Dhe nuk kanë më motiv ato tjerë që thonë për qartë, po ne rrisim çmimin se është rrit karburanti. Ja ku e ke karburanti. Aq sa ishte. Kjo do ishte një nga skemat që do shtonte edhe për pensionistë në ratë marë, jo se ato janë që hesin me makinë, po hesin familje atyre. Në rrugë nuk jetojnë atë, sepse duke u rritë çmimi i domatëve, i spezave, i zërdavave, i mishit, i djathtë, si që shërrit. Shpeshherë dhe i pa justifikueshëm për efekt karburantit, s'ka më motiv pse të rritë, duhet ishin aty ku jetë. Edhe me këtë formë ndihmojnë edhe pjesën të atash më të vojtur qeverisë shqiptare që fatkeqësisht Shqipëria është blloku më i shoqëror. Janë gati 700.000 veta, 500.000. Nga të cilët vetëm 50.000 veta thënë që mund të marrin një pension. Që jetojnë rreth. Pjesa tjetër janë mizerja, sa që pak pensioni mesatarë që 190.000. Ka nevojë për këto mend. Është 200 euro sot. Do me thënë me 200 euro deri 100 litra karburant. Kjo është pension shqiptar. Prandaj, hajde t'i mbrojmë për kategorinë që janë në vulnerante, duke marrë disa gjëra sipër shteti shqiptar, qeveria shqiptare. Qofse prapë barrën e krizës do t'ja shpërndajë këtyre më të pakët, se ato do paguajnë me inflacion. Atje do jetë një gabim e madh, se ato që janë pasur do i bëjmë më të pasur ato që janë pasur. Si që ka bërë gjatë saj dekade, Shumë pensionistë sot varen nga fëmijët e tyre, ndërkohë që pjesa më e madhe e të rinjve në ditët e sotme kanë zgjedhur emigrimin për një jetesë më të denjë. Si ndikon kjo në familjet modeste shqiptare, zoti Shej? Ndikon ato, se e marrin rrugë. Janë dy kategori. Një ato nga përfshatra të rinia, se nuk e shohin më vetë këtë. Shkojnë ta provojnë një herë. Edhe kjo ka bërë këtë praktikë, si ose kjo qeveria ka praktikë për vitet. Japin dhe shifrat zyrtare, që janë shpeshherë promocionë për kjo është hapur. Ikni ato diko që i gjirë me makinë fshatrë në Shqipëri dhe shkonë, të reqareve gjyrëve janë të që kanë bi bari ke portë, si stopë. Dhe i terë që nuk hapën, vjen bari. Dhe kjo është. E dyta kategoria tjetër është pak pasketësisht dhe pjesa më e mirë, kultivume, kualifikume. Ato që bëjnë në universitete këtu, ato që i kanë bërë jashtë se Shqipëri, po dhe këto që i kanë bërë këtu, si me një master dytë, me një kurs kualifikimi, gjejnë punë të rregull ndërkombëtar dhe të rritë. Edhe kjo ka varfëru, si të thush, edhe atë spesorin kultural që shoqërisë shqiptare, se ato që janë më të shkolluar, një të rritë ikën. Edhe ikën pjesa e mirë, ikën dhe pjesa e re që shëftë të perspektive përpara. Dhe këtu ka proa dy gjëra, kapacitetet, njerëzore të Shqipërisë, po dhe ardhë perspektiva njerëzore, numerike, demografike, po dhe perspektiva teknologike e kulturale. Si t'ikën të njerëz që t'in, të ngelin këto, të punë e zakonshme. Dhe kjo është drama më e madhe. Dhe unë shikoj që s'ka asnjë sport, asnjë
tentativë realisht serioz për t'i mbajtur, të cilat do ishin rrogat, kredi, buta për shtëpi, ka mundësi edhe për te i kredive dhe i subvencion për çështjet e shtëpia dhe çështje më e rëndësishme, mundësinë për të bërë karrierë, mundësinë për të hapë biznes, pa qenë miku qeverisë. Ndryshe me që të jetoj të tri, karrierë si jepti, se e ka zënë patronati. Biznesin e bëjmë vetëm ato që paguajnë pare nga administrata publike, ose që kanë të miqë politikë. Çfarë për ato tjere? I mbetet faliqe atje. Këto nuk shikoj që në këto 3 fusha jetë bërë dhe i ndërhyrje serioze nga tyre. Kujdesi për fëmijët, qërë dhe kopë, transport publik për fëmijët, për shkolla, ushqim për shkolla, dhe gjithë të teza që do të letësonin jetën një qëtërisë. Që të marrë kur konsiderën. Edhe atërë sigurisht që ti e ke lënë vetëm atë qiftin e ri atë, me 2 fëmijë karat, ta përballoj vetë jetën e vetë. Dhe atyre sigurisht që pasaj, ne ma tamë, nuk është lumë të shumë flota, por do minimumin e shërbimet, që i aprojnë, prandaj dhe i. Ku se vret më një njëri, si duke kanë gjithë dhe i tjede të ka demonstracion, ka punëtorve që pitë. Punëtor krau, shërbyse, hoteles, pastrus, kamarjerë, kuminerë. Kylloj realiteti që po fillon dominoj në Shqipëri, kur Shqipëria nga ana demografike kishte akoma rezerva njerëzore për t'i plotësu vendet vakante të tonë. Nëse do flisim për politikat e Partisë Demokratike në lidhje me pensionistët, Zoti Berisha ka premtuar se opozita do të vendosë minimumin jetik dhe do të rrisë pensionet e qytetarëve si prioritet kryesor të qeverisjes. Si e gjykoni, Zoti Shej? Po, unë e uraj pozitive, çdo gjë që shkon në këtë rrugë, po kjo është një premtim. Duke se ngreni 5 mars. Premtim elektoral. Realiteti është si duket disa këto premtime, dona nga njëri që ka qenë shumë herë në pushtet, dhe që ka pas mundësi për të bërë, ka thënë drejt, nuk ngjesin më shumë. Plus që ky është një debat që ka lënë për te partive. Ky do prandaj të thash, politika ka nevojë për debat pastrush, dialektik, brendshëm, për konfrontim, idesh, ligjesh, propozimesh për jetë gjallë për organizare që organizare kushtoj. Kush e ka se e udhishme gjithmonë? Kush është skema që mund të realizohet? Kush janë mundësit reale për të bërë kushtoj? Kjo është gjithë, por unë që jam kundër premtive gjithë përnë. Uroj të tjetë të shirë